Zoti Hoxha, është zgjedhur si sham drejtori i ri i policisë së shtetit të Skanderita. Si u zgjodh? Tu ka gjithmonë thashë theme, sa këtoj filania, ka qenë në Fier në punë, ka qenë në Shkodër, ka qenë... Po diku ka qenë... Diku ka qenë në punë, sepse ka shumë punë. Sa vjetë ka kë? Nga rruga ti nuk e futot në sistem. Direkt në sistem nuk futet. Nuk futet më. Diku ka qenë. Kështu që ai diku ka qenë dhe nëse ka qenë diku, ka hyrë, ka bërë kontakte dhe pastaj kontakte ndahen nëse janë ndoshta po, ndoshta jo. Ndoshta jo. Ata e merë përpara, Rufeja. Megjithatë, mund të thunë policia e shtetit e zgjodhi drejtorin e ri, dhe do ketë drejtorin e ri. Unë të kam thënë dhe kur zgjedh drejtori i parë Ilir Prota, këtu kemi qenë, të kam thënë që është ekskluzivitet i kryeministrit, është kryeministri njeriu që e vendos drejtorin e përgjithshëm policisë, sepse kryeministri ka përgjegjësinë politike, ka mandatin politik, por më tepër një kryeminist ka që forca është ky Joni, që patjetër ai do ta zgjidhë, sepse është njeriu që do ketë punë direkte me të. Por më tepër kur zgjedhja e zotit Hida është bërë në momentin kur ne kemi fushatën zgjedhore përpara dhe policia është shumë e rëndësishme në fushatën zgjedhore në Shqipëri. Ky është? Është shumë e po, ky është. Në rastin konkret, gjë e parë njëherë urojmë detyrën që ka marrë. Patjetër. Është një oficer karriere. Brenda emrave që u përfshin në garë, emri Skënder Hidës ka qenë i përfolur pa filluar gara që ky mund të ishte drejtori i ardhshëm i shtetit. Pra, por i pa përfolur dëgjova unë me krimin me këto. Ishte një emër i evidentuar përpara që ky mund të jetë drejtori i ri. Në Shqipëri nuk ka asnjë emër pa implikuar me krimin. Harroje, nuk ekziston. Me këtë lloj politike që kemi ne dhe skeme që kemi ne, mënyra se si veprohet tu, niveli konspiracioni dhe intrige, harrohet që do gjesh një njerëz që të jetë i pa përfolur. Por në rastin konkret, mes shumë emrave, sepse ligji ka dhe i gjë, ka të përcaktuar qartë, ti je i detyruar të zgjedhësh midis një grupi personash që nuk ka shans që ata të mos i kesh kapur diku. Pra kur ndodhi dhe me Gledis Nanën, që erdhi nga antiterrori, që s'kishte punë këtu brenda vendit, merri vetëm me jashtë, pra dhe Gledis Nanën munduan t'ia vinin një vejg. Jo më në rastin konkret. Gjithsesi, drejtori i ri përveç se i urojmë detyrën, është një sfidë, ka zgjedhje lokale përpara, ka një situatë e cila është çik problematike. Unë para se të bëj zgjedhje e tij, kam kërkuar vetëm për shkak të reagimeve, të raporteve që ka patur Spaku gjatë viteve të fundit, që tek elementët ku do të përcaktohej se cili nga kandidatët ishte më i përshtatshëm, duhet të merr dhe një raport nga Prokuroria e Posaçme, meqense Prokuroria e Posaçme është institucioni që ka evidentuar më tepër policinë e shtetit gjatë viteve fundit si një institucion që ka probleme me korrupsionin, me implikimin me krimin organizuar, me dekonspirimet e aksioneve, dhe ideja ishte që drejtori i ri do të jetë bashkëpunëtori kryesor i Spakut. Dhe nëse Spaku nuk ka besim te drejtori i policisë, dhe nëse Spaku ka letra, ka të dhëna të cilat mund të jenë në hetime sipër në aktivitetin që kryen Spaku, atëherë kjo gjë duhet bënte evidente që të mos ndodhej para faktit kryer, që mund vendoset drejtor i përgjithshëm policisë një person i cili ndoshta dhe rastisht mund të ishte në hetimet e Spakut dhe ta krijonte këtë problematikën tjetër. Pra që Spaku më njëherë të reagonte dhe të kërkonte pastaj marrjen nën hetim të drejtorit përgjithshëm policisë. Prandaj kërkova që dy element shtesë përveç asaj që ishin si kritere, kërkova Spakun një që të filtronte dosjet e veta, informacionet e veta, dhe dy, a ka qenë në listën e kanabizimit famshëm në vitin 2016. Pra ka qenë në atë listën e 100 nuk e di a kam bërë këto, me thënë të drejton, por unë dhe dhash si opinion timi që këto dy kriteria shumë të rëndësishme. Duhet të jenë që të jetë një kandidatur i cili të mos e para të reflektoj besim. Thash se Spaku është struktura kryesore sot, që punon edhe që raporton edhe për policinë e shtetit, dhe së dytit mos jetë një figurë i përfshirë tek kanabizimi i famshëm, sepse ajo do ta pengojë atë në të ardhmen të përmbushit detyrën dhe për të qenë sa më korrekt. Tani tek kjo pjesa dhe akuzat që janë rëndom në Shqipëri, që këta e ka zgjedhur grupi i Durrësit, grupi i Elbasanit, ku diun, Balluku, Spiropali, se po i them për kështu këto,
apo Tauran Balla, unë këto pjesët nuk është se i besoj shumë, sepse e di që në këtë vend njeriu që e ka vulën atje është Edi Rama. Dhe për mua është përgjegjësi kryesor, është ekskluziviteti i tij, po është dhe përgjegjësi kryesor. E vetmja gjë që kam unë me Ramën në këtë rast me kryeministin është që kur nuk i del mirë drejtorit ta marrë përsipër, thotë për gabim. Po këtë se bën as Silvinjo te kombëtarja, kështu që s'kam pse ta bëj këtu. Se bën askush këtu. Askush nuk e bën, nuk e pranon gabimin. Tani me fjalë pak të edhe pak të them vetëm për karrierën e tij. Për karrierën. Pra është i oficer. Kush është në mënyrë sa më sintetike, kush është Skënder Rita? Çfarë detyrash ka mbajtur më parë? Është një oficer karriere, i cili ka një formim, në formimin në bazë të tij ka dhe fakultetin juridik, ka kryer punë, e ka nisur si thon nga gaveta, nga punët, nga inspektor dhe i ka marrë me radhë detyrat e tjera. Ka punuar shumë në policinë kriminale, pra ka gjë që e avantazhon për të qenë drejtues sepse di se çfarë problemesh ka baza poshtë dhe se si operohet për të luftuar krimin dhe ai di pak a shumë edhe cilat janë dizavantazhet dhe cilat janë favoret që ka policia. Pastaj në nivele më të larta ai ka patur detyrën e drejtorit të qarkut Shkodrës, që është një qark shumë i vështirë. Pastaj ka patur detyrën e drejtorit të qarkut të Durrësit, që është po ashtu qarku tjetër i vështirë në vend. Dhe detyra e fundit që ai ka patur, duke mbuluar dhe zgjedhjet e fundit, se prandaj bëhet kjo përfshirja me zonin Balluku, ai mbulonte qarkun e Fierit. Pra, ai ka ardhur si drejtor, pasi ka shërbyer së fundit qarkun e Fierit, i cili po ashtu është një qark shumë specifik, me shumë problematika. Kjo është, si them, këto janë detyrat kryesore që ai ka kryer. E vetmja gjë që do të kërkoja, domethënë nëse unë do ta kisha në dorë, po se kam unë dorë atë punë, është që unë mendoj që drejtori i përgjithshëm i policisë, me qenë se në këtë vend asnjëri nuk ka arritur dot ta përmbushë mandatin të plot, pra nga A-ja te Z-ja, asnjë drejtor nuk e ka mbaruar mandatin, duhet të jetë një oficer karriere minimalisht mbi moshën 50 vjeç. Sepse do ta ketë detyrën e fundit. Pra ai duhet punojë aty dhe ta ketë të fiksuar, po mbaron dhe ikën. Se ne i kemi drejtorat, i shkarkojmë dhe pastaj i çojmë te Akademia e Sigurisë. I çojmë aty. Dhe kjo gjë ofron pasiguri tek ata në vendimarrje. Dhe kjo gjë ndikon që ata të jenë të varur nga politika. Që ai të jetë sa më pak i varur nga politika, si pavarur, e ke thënë ti, s'ka gjë që tu është pavarur, diku është varur, pra është varur, s'ka. Kapet diku. Thjesht varet, domethënë nga ai shikon dot se ku varet apo jo. Në rastin konkret, zoti Hita është ofruar si një kandidaturë, mes tyre që ishin aty më mira, thash kryeministri është ai që ka për mua e ka vendosur të punë. Dhe kryeministri është njeriu që ja ka varur këmborën dhe do t'ja tundi këmborën atij. Aty do duket. Ideja, fakti që nuk është një oficer thash me moshë të madhe, thash do ta dëshiroj këtë gjë se shikoj edhe vendet partnere se operojnë, nuk është avantazhuese për drejtorin e policisë, por duke patur parasysh historikun e Ramës me drejtorët e mëparshëm. Por Rama nuk ka lënë asnjërin që të mbarojë mandatin. Asnjërin. Sa më shumë kohë shkurtohet tani. Po këta që bëjnë mandate shumë vetë, mandatet pa numër ta nuk mund të lënë mandatet e tjetrit. Po patjetër. Sepse ata marrin nga mandatet e këtyre që është zgjatin mandatet e veta. Edhe ka bërë që çdo drejtor që është larguar i kanë atashuar dhe ngjarjet që kanë ndodhur në vend dhe interesat kriminale në vend e ka thënë shiko, e hoqëm këtë se ky ishte i lidhur me atë grupin. Po them kotu me grupin e Durrësit.